Artemis 2 përfundon me sukses, 4 astronautët rikthehen në tokë pas udhëtimit historik rreth Hënës. Kapsula e misionit Artemis 2 dhe ekuipazhi i saj prej 4 antarësh përshkruan atmosferën e tokës dhe ulën në mënyrë të sigurt në oqeanin paqësor të premten pas pothuajse 10 ditësh në hapësirë, duke përmbyllur udhëtimin e parë të njerëzve drejt afërsisë së Hënës pas më shumë se gjysmë-shekulli. Kapsula Orion e NASA-s, në formë si një karamele rrumbullakët e quajtur Integrity, zbriti me parashuta në ujërat e qeta pranë brigjeve të Kalifornisë Jugore pak pas orës 17:07 sipas orës së paqësorit, duke përfunduar një mision që 4 ditë më parë i kishte çuar astronautët 252.756 milje larg tokës, më thellë në hapësirë se kur më parë nga ndonjë njeri. Fluturimi Artemis 2 që përshkroi gjithsej 694.392 milje, 1.117.515 kilometër në 2 orbita rreth tokës dhe një fluturim pranë Hënës në një distancë rreth 4.000 milje nga sipërfaqja e saj. Ishte fluturimi i parë testues me ekuipazhin në një seri misionesh Artemis që synojnë të rikthejnë astronautët në sipërfaqen e Hënës duke filluar nga viti 2028. Ulje e përkryer në ujë. Ulja në ujë, në një qiell pjesërisht të vranët u transmetua drejt për drejt përmes një videoje nga NASA, një ulje e përkryer për Integrity dhe 4 astronautët e saj, tha komentatori NASA-s Rob Navias pak çaste pas uljes. Jemi të qëndrueshëm, 4 antarët e ekuipazhit janë në gjendje të mirë, raportoi komandanti i misionit